Tu është pak si ersin se I ka gjamat e zi komplet. Kjo është kupe, po ven ka, me thonë drejtën tu pas ka ven gëgja. Më shumë besoj se të X6 se të gëleja kupe. Ka ven gëgja. Edhe këtë në mes tu ke cup holdersat. Ka dhe sedilen që lëvizin para mrapa për të pozicionu, ta kesh më marë. Shumë hapësirë mirë, shumë veni mirë. Është me perde mrapa. Mrapa me sedilje me ngroje, klima me 4 zona, 2 mrapa, 2 para, të cili ka individualet vetën, që kanë qenë opsionale. Ka hapësirë për para sot dush, për makinë sportive sidomos, është goxha lartë. Ta shohim edhe bagazhin. Hapësirë ka goxha, e ulën edhe sediljet. I ka të nda me në 3 pjesë, që se do ullë edhe vetëm të mesit dhe ke 2 tjera. Tu mund është me ullë dhe me ngretë amortizator që I ka me ajër. Më thonë ullë pjesën mrapa, që se kena I gjotë të rondë, supozohet. Edhe mund është me fut, tu do ketë të spare të bokseve, gjonave të poshtë. Po nuk është keq, ka hapësirë, mund është me fut shumë gjonat më dhoje.